Territori shqiptar për datën 10 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mod kryesisht të vrenjtur dhe reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të dendura dhe reshje shiu her pas here, ndërsa pasditja vijon me reshje shiu të dobëta deri mesatare, kryesisht në zonat qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës nuk priten intervale të gjata me diell për shkak të vranësirave të shumta. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor dhe juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 10 shkurt 2026 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:35 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:15 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 9 deri në 13 gradë Celsius. Kukës 3 deri në 9 gradë Celsius. Peshkopi 5 deri në 8 gradë Celsius. Tiranë 10 deri në 14 gradë Celsius. Durrës 9 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj 8 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan 9 deri në 13 gradë Celsius. Berat 7 deri në 15 gradë Celsius. Korçë 1 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë 8 deri në 14 gradë Celsius.